Një diplomat amerikan gjendet i vdekur në Myanmar, hetohet si vrasje. Autoritetet në Myanmar po hetojnë vdekjen misterioze të një diplomati amerikan i cili u gjet pa shenja jete në qytetin Yangon. Ngjarja ka ngritur shqetësime të mëdha në qarqet diplomatike ndërkombëtare dhe po trajtohet si një rast i mundshëm vrasje. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi se viktima ishte punonjës i qeverisë amerikane i caktuar në ambasadën e SBA-s në Yangon, megjithatë zyrtarët amerikanë nuk kanë bërë publike identitetin e tij dhe as detajet tjera lidhur me rrethanat e vdekjes. Sipas raportimeve të Associated Press, trupi u gjet në kompleksin Sakura Residence, një ndërtesë banimi e përdorur shpesh nga diplomatët dhe shtetasit të huaj. Objekti ndodhet rreth 1,5 kilometër larg ambasadës amerikane. Burime nga komuniteti diplomatik kanë bërë të ditur se policia lokale ka ndaluar përmarrjen në pyetje një shtetase tajlandeze, ndërsa hetimet vazhdojnë për të përcaktuar motivet rrethanat e ngjarjes. Myanmari vazhdon të përballet me paqëndshmëri politike në konflikte të brendshme që prej grushtit të shtetit të vitit 2021.